Ka nxjerrë Imam Tirmidhiu dhe Ibn Majah nga Anas ibn Malik radhiyallahu an, thotë kem dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith: "Idhamul jazaa'i ma'a idhamil bala." Shpërblimi, sevapi i madh te Allahu është nga sprova e madhe. Sa sprovosh, çfarë shpërblehesh. Nuk mundna na mos provue me diçka të lehtë e me prish shpërblimin e Abu Bekrit. S'ka mundsi. S'ka mundsi na mu testu me diçka të lehtë e Allahu xhelel xhelalu neve me na bë barabar me Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Qatë sa ne sprovohemi, aq edhe shpërblemi. Ka thënë alaihi salatu wassalam, kur Allahu e don një popull, ibtalahum, i sprovon. Pra, nuk duhet ta kuptojmë se Allahu ku ta shlon ti një sprov, se çka më ngjet mua. Jo, Allahu po do me testue. Po do me testua, keme dalë për kësaj sprove i pastër dhe i shpërblyer të Zotit subhanahu wa taala. Ka thënë alaihi salatu wassalam, faman radhiya falahu ar-ridha. Kush kënaqet me sprovën, kënaqet Allahu me ta. E kush i dhnohet Allahu me ta. Kjo është testi. Ta çon Allahu në sprovë edhe të këshir. Apo kënaqesh apo i dhnohesh. Si ti dhnohesh, i dhnohet Zoti. E çish i bie mu i dhnu? Mu i dhnu me vë as pat dikan tjetër përveç mua. S'po heket kjo sprov, e kështu me radhë prej shprehjeve të ndryshme dhe të cilat i përmenden njerëzit në fjalët e tyre. Andaj njeriu duhet të ketë kujdes në perceptimin, si e pret sprovën ti, si e lexon ti sprovën. Leximi të nderuar vëllezër nuk është vetëm leximi i librave. Edhe një rast që ta çon Allahu si e lexon. Edhe një rast që ta çon Allahu te bareke ve teala si e lexon. Në komentin e këtij hadithi ka thënë dietarët, pejgamberi alayhi salatu wassalam në bazë dunjan e ka qujt vendi belave. Apo vendi belave. Pse po e theksojmë këta të ndëruar vëllezër? Se neve me kalimin e sistemeve, me ardhjen e komunizmit, para asaj socialeve, para asaj sisteme ndryshme, e tash demokracia, e liberalizmi, njerëzit e kanë ndryu perceptimin. Qa thojnë? Të jetojmë për këtë botë, ta ndreqim këtë botë, apo jeshilloku, gjelbrimi e kështu me radhë. Dhe mashtrohen njerëzit vëllezër. Mashtrohen, çati isha njerëz tu dek, çati ki vazhdon me ec, sikur s'ka ndodhur kur gjë. Mbushën varrët njerëz dhe na prap vazhdojnë me ndrejt dhe me merremetu këtë dunjë. S'merremetohet vëllezër. S'merremetohet. Ona boll po munomi, apo tha Allahu te bareke ve teala në surën Al-Fajr, wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. E ju parët pidoni shumë o ju njerëz. Parët pidoni shumë. Juve ju ndron disponimi o ju njerëz me parë. Kur i ki parën në xhep, ni është i disponum. Me pa mos me pas, s'ni është i disponum. Tha alayhi salatu wassalam, ta'is, rob i dështum. Rob i dështum nëse ka parë një jetë mirë, nëse s'ka parë s'ni jetë mirë. Kjo rob i dështum. A dhe në djetarët, na e ka reguluar pejgamberi alayhi salatu wassalam me këto hadithe, na ka reguluar perceptimin. Ka dhënë disa prej djetarëve, muslimani i meqmi, çka ban? Kur të goditet me musibet, e ban njëjtën punë çka e ban i çmenduri mas do ditëve. Apo për shembull, i vdes dikush. Apo zakonisht kur është prova fëmia e kështu me radhë, domthon dhimbta më e madhe. Apo i ndodhe një musibet. Dy mundësi janë. Mundësia e parë është mas 30 ditëve me 50 ditëve prap kemu kthjellti. S'ki ku shkon. Çka kimë bëj? A dhe ka thonë, i çmenduri, ai shka s'ka iman, ai mas janë 2 muajve prap kthjellët. Çish kthjellët? Po çka me baba, s'pat me dal kundër likurës. E i mes mi pit parandit e ban çeta. Shikoj që kanë thonë dietarët, muslimani pit parandit çka thot? Na te Allahut jana. Te Allahu kena mu kthije. Mirë, ai çka të parandit thot, kush kam gjet? E i gris petkat. E janis me vajtue. Mirë, a shkon këta njëtën të vajtu? Jo. Një dit, 2 dit, një javë, 20 dit, 30 dit, mas një vjetëve, si kur mës për pas ndodhë kur gjo. E djetarë thanë, për nga mërë sa me mësoj muslimani, tha, bane që ta pitë parës dit. Së shki ku shkom? Dhe a e bane mas 2 mujve, a u qëtësove mas 5 mujve, a u qëtësove mas 12 mujve, qëtësove mërë për parës dit, sepse Zoti Gjelle Gjelaluhu nuk rezistohet. Ku me shkupi Allahu te bareke ve teala. Andaj ti e gjen muslimani kur i vdes dikush, te Allahu jemi. Te ai kena muksi. E ai shka s'beson, ai vajton, ai gris, ai mazi. E kështu me radh, edhe në fund qetësohet derisa kthehet sikur gjendja çka e ka pas muslimani në të parën
në të barëndit. Kjo është ajo që e kam përmendë dietarët në bazë nga perceptimet e muslimarit nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Si silloj ai me të sprovuarit? Kur sprovoi dikush, pejgamberi alayhi salatu vesselam ka qenë maja e ndjeshmërisë, ka qenë i holl në ndjenja, i holl në domethënë bashkëndjesin me tjetrin. S'ka thonë atit pas ka rroka po e bafsh. Jo, ai ka bajt bashkë me njerëzit alayhi salatu vesselam. Një ditë për ditëve tregon Usama ibn Zeid, thot, ja çoi një çike pejgamberit sallallahu alajhi wasallam një njeri mi çupe mësam lajm se djali vet është u dek. E përmendëm, Zainabia ka thënë për djalin e vet, se është i dek djali i vogël. Edhe pejgamberi sa më kon mezhlis. O kon me njerëz, thuhet se u kon i angazhuar me diçka të madhe. Andaj ka thënë, çoj çikës teme selam, edhe thuaj çështu. Çka mi thon? Ka thënë thuaj, inna lillahi ma akhadh. Dhe kjo çka becitojna është sunnet me e than kur dikujt i des dikush. Çka i thua? E Allahut është ajo çka e ka marr. Çka ka marr Allahut hujën. S'ka diçka Allahut që është e huaj këtë dunjë. Ka thënë Allahut është ajo që e ka marr, edhe Allahut është ajo që e ka dhënë. Ai ta jep, ai ta merr. Pastaj ka thënë, dhe gjithçka te Allahu është me xhel me datë. Ka shkruaj datën, as para vaktit, as pas vaktit, fal tasbir wal tahtasib. Le të baje sabër thuj çikës teme, edhe në ta llogaritë të shpërblimin të Zotit. Kështu i ka thënë Zainebit. Kur ja ka kthye ky njeri çikës vet lajmin, atëri ka thënë, thuj pejgamberit babës vet, alayhi salatu wassalam, i baj bejnë Allahu le të vene. Le të vene se sprovën e kam tran. Por pavarësisht e di që do një pozit tran, po le të vene se e kam edhe unë ran. Edhe pejgamberi ka marr burra që i ka pas Saad ibn Ubad, Muad ibn Jabal, edhe disa prej shokëve të mëdhej të vet, edhe ka ardhe shtëpia e Zainebës. Kur e ka pa nipin e vet, pak para vdekjes. Edhe e ka marr, e ka ngrit kështu, edhe i ka dalë shpirti. Edhe ai ka shlu një lloj, domthon rënkese, një lloj zani çuditshëm kur del shpirti. Allahu na lesoft të gjithë kur na del shpirti. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasallam kur e ka pa atë gjendje të i dal shpirti, ka nis me kajt. I ka dhimt nipi vet. Edhe ja ka nis me kajt, më një herë Saadi ka reaguar, i ka thënë ja Rasulullah, çka kjo? Se po ka anti, nga se ka menduar që është ndaluar me kajt. Se pejgamberi muslimani jo ka ndaluar vajtimin. Ama vajtimi nuk ka vaj, vajtimi jo fjala. Fjala rënku, fjala e cila argumenton në hidhrim. Pra sa i miru kanë pse e murr. Apo shpreh njerëzit, sa tu na lan Allah i rahat tu na murr njerëzit. Kështu është un koment. Sa tu na lan Allahu rahat. Çish atu ka përzi Allahu xhelalu diçka që s'është e ti? Ti në shpitane kur merr. Apo merr në shpitane. A ka drejt me dhanë kujshia ma hangër shpijën? Jo, në shë shpija jote ajo. E kjo univers është i Zotit. Si mund është mi dhanë Allahu sa të në lanë rahataj? O pik më na i morë. Po që ju vdes ketve? Allahu gjelluala e tregon surën Al-Baqara. Një ras kur njerëzit kanë fillu me diskutu për vdekjen, Allahu shë thot, elem të ra ila ledhine, kharaju min djerihim, wa hum uluf. A e di rastin e atyre njerëzve, që kanë dalë pi shpije tu i ik pi vdekjes. Thuhet se ja përhap një smuje, e kanë dash me hik pi vdekjes. Ka thonë shkojmë dikun që ka s'na zë vdekja. Thot Allahu gjelua, me mija kanë qenë. Fa kale lehum, e Allah ju tha, vdisnin vend. Me mija, që Allahu gjelua mërë shpitin, kuj tira mi thonë, që kena mi thonë. Andaj, shikope e mësa me ndaloj vajtimin, jo të qarët. Ata i tha, alej salatu selam, hadhihi rahmetun, gja'ala Allahu fi kulubi ibadi. Allahu e ka vendosë këtë rahmet në zemrat e robëve të vetë. Pra unë jam rob i Zotit, edhe jam njeri, edhe qaj për nipin tem. Pas e tha alej salatu selam, Allahu nga robët e vetë i mëshiron, ata shka janë të mëshirëshëm. Ata cilët ju del shpejt loti, ata shpejt mërzitën, ata shpejt ndjenë dhintën e tjetërit. Kështu ishte pejgamberi alej salatu selam me të goditurit dhe të sprovuarit. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej mëshirës që e kishte ndaj të sprovuarve, nuk e këshirte çfarë pozite ka personi i goditur. Për shembull të na mas kësaj ligjërate dhe tjetër do të flasim trajtimet e mësa me fukara dhe zengina. Apo na i dallojla. Si tjetë zengin, shkoj me qaf, me i jap me ngushëllim e kështu me radhë.
Dhe sa do një fukaras që janë në menën kërkush, hajt, sabër le të baje, s'ka nevojë më mirë shumë me ta. Jo sa nuk ishte i tillë. Se dallon të njerin, andaj pastruesën e xhamisë kur ka ndru jetë, sahabët ka thonë hajt mos ta lodh na pensam, po shkojnë na vorros na vet, pse më e munue. E pensam një ditë për ditë se ka pa, ku o pastruesja? Ka dekja Resulullah e kena, pse s'm keni thirr? Pastruese, pse s'm keni thirr? Ishte rahmet për ke. Kështu tha Allahu te bareke ve teala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", të kemi dërguar o Muhammed rahmet për këtë njerëzit. Jo me dallue. Andaj shiko pejgamberi alayhi salatu wassalam tregon Enes ibn Malik radhiyallahu an se një gruajes prej grave të muslimanëve i kishte dek fëmia. Edhe ka shkuar ajo te vorri tukaj. Edhe ka arse ka thon fjalë që s'do të mi thon. Ka thon fjalë që s'do të mi thon. Dhe kujt i ka vdek fëmia e di sa ara. Dikush thot për shembull, se s'ka bëu sabër. Në rregull. Ai i cili o i godit e di. Edhe filloi me fol ajo, edhe sigur u anku shumë duke qaj. Edhe e ngriti zanin tukaj. Atare ju afru prej prapa pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i tha ittaqillaha wasbiri. Tut ju Allahut dhe ban sabër. Apo ajo sa ishte godit. Tut ju Allahut dhe ban sabër. E ajo i tha ilejke anni, ikti për këtu. Largoju se unë e kam sprov, ti tash më thu ittaqillaha wasbiri. Mirë po se ka ditë se është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka menduar se do një njeri ka ardhi ka thënë ki frikë Allahun, bën sabër. Ka thënë largoju ti. Largoju se unë jam i sprovuar me tash. Më ka dek fëmia. Apo atëherë i thonë asaj ma vonë u kon pejgamberi se sem çka tha ki frikë Allahun dhe bën sabër. Atëherë vrap ka shkuar te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Vrap ka shkuar edhe ka thënë falam tajidhu indahu bawabin. Ajo ka menduar, dhe shiko kjo është tem veti. Kjo e ka përmenë si vlerë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kur kum shkuar te pejgamberi s'kum gjetë rojtar të dera. Apo mbretnit, sultanat, ti sulmërinët e to. Sot sulmërinë as të administratori. Apo ta ai e kam njerën, e dini, as të ai sulmërinë. Ata e kanë lënë me majt derën. Ai thotë a çfarë postim ka lënë më? Majt derën, majt. Çelë derën, të kanë babu dhall njerëzit, ti kujton se kitën i post madh, apo? E çka? Tha, nuk gjet ata i rojtar. Trokita dul pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai ka menuar se tash kjo pejgamber del dikush te derat, prit, ka dal. Jo, drejt te pejgamberi ka shkuar. Do sa ju i dini. Apo sumunesh me gjet dikan çka ni post vogël e ka. Haca gjet ata. Haca gjet. Mos folmi për çere. Mos folmi që ata e bllokojnë qytetin kur të kalojnë. Prej kibrit dhe krenetësisë, sigur ata s'janë drop të Allahu xhelala. Sigur ai s'ka me dek, apo? Andaj duhet po njëri rob i Zotit xhelalu. Pejgamberi kan alayhi salatu wassalam ke mujt me atrogit derën me hite ai as rojtar as. Shikon këtë sikletë ka vërejt. Ka thon spat rojtar të dera. O kjo vlerë e madhe për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ai ka thon ja Rasulullah, vallahi nuk njofta. Se dita se je ti. Se i ka thon ilejke anni. Largoju shtash, se kam zorule. Apo atari ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam inma as-sabru inda as-sadmati al-ula. Sabri është veç ku të goditet parën herë. Ti ma vonë ki me ba sabër, s'ki shka ban. Ama sabri që ka lavdron Allahu në Kur'an, cili është ku Allahu që thot u e beshiri sabirin, sabërlive jep ju myshde, jepi fjalë që do të gëzohen të ardhme. Kusho që ki, tha të parën goditme. Ta mam të mirëshlajmin se ka ndodhë dhishka e ranë, thu sabër la. I thu sabër vetës. Allahu që shtë e pas ka shkrujt. Që ki sabër shpërblejet shumë të Allahu gjelluala. Sa shpërblejet shumë, Allahu për krejt të shpërblimet në Kur'an të ndërrua dhe zër, ka caktu e shpërblimet. Që kje e ka që kaq, me logari. Që kje e ka që kaq, që kje e ka që kaq. Apo, mirë. Allahu gjelluala thot, innema ju affa sabirune e gjrahum e sabërlive, vetëm, jo tjerve, vetë sabërlive, ja japë në shpërblimin pa hesap. Qa do më thonë pa hesap? Ka thonë komentatorët, veç Allah e di, kërkuj qëtër. Me lashe të dërru vezër, bajnë hesap. Ta qëtë, që ka që hesapin e ki? Si njëri që mësën, e qëtë kalkulator, ka që kije. Thotë Allahu gjelluala, do t'ju japë sabërlive, kërkuj së një u numron. Normal që Allah e numron, që Allah nuk i këtë as një sen. Po s'ka as me lek, as njëri që e njef matematikën, as njëri që banë hesap, që mundet mja ditë se e ka shpërblimin, sabërlia. Apo, e lusmi Allahu që Allah në banë prej sabërlive. Mirë, po cili është ki sabër? Apo, është sabri që ka thale i sallatë sallam të parën, goditme, sa ta mirëshlajme. Apo, dhe prej shpërblimet sabërlive,
ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an Inna Allahe ma'as sabirin. Allahi është me sabërlit. E na shpeshat kur i thojna Allah jam me sabërlit, se di që se kuptojna ti që, apo? Shpesh se kuptojna. E çash po ta kallzoj pak më thjesht me e kuptue. A ki pa kur e kini dost apo e ki atë njerin, çka shifët kur siçele ka një njeri. A ki pa kur e kini dost, një mik, apo një njeri që ka post. Edhe ti kini siklet madh. Edhe ai thirr telefonin ai thotë rri rahat se unë sosi këtë punë. Duket sikur Allah pa usos. Se e di që i ka mundësit me ta sos. Por shembull ti ki krizë ekonomike. Edhe e kini dost që i ka rrenët dhe mundësit financiare. Edhe ai thotë rri rahat. Rri rahat, heke këtë gajle, le ma muë këta. Allah pa ta pruni dinar ti rahatosh. E i thue këtë familjes rri në rasë usos kjo punë. O të në ku usos, po rri sa e mor ai. E mirë, ai ka mundësit tamam ta kam shil telefonin, u dash inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai ka dek më njëherë. U ti gëzohesh pse? Po ai thabe, ai tha. Para në këtë të Allahu, rrira se unë jam me tije. Ja? A me nuk e ndjejna këta. A nuk e ndjejna. Allahu gja është me agjerusin. A e ndjejnë që është Allahu me agjerusin. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam çka tha? Tha kur doje dikush mu rrok me agjerusin e ti thoja atina, unë jam agjerushëm. Unë jam me Allahu në burr. S'kam burr me tije, apo ama dush me ndjej këta. Jo vetëm fjalë goje, dush me di që je nga pala e Zotit subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam në rregull, kanë thotë Ibn Hajar al-Asqalani, ja fali atë fjalën se diti kusha. Largoju. Shikoj më sa. Nuk tha, çisha jam ka thonë mu largoju. Se ka ditë. Plusus musibet. Andaj shikoj këtë rahmet të madh pejgamberit alayhi salatu wasalam, megjithatë ai mësoi tha, sabri, tamam sabër, është parë në herë. Tani mo ka kalu koha dhe ti do të qetësohesh më ande. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ngushëllimin e njerëzve të sprovuar.